Erian, në qoftë se ju kujtohet në atë ditë kur ne ishim në një lidhje në Skype me zotin Arben Taravari, ishte një moment, domethënë, ngjarjeve të ronditëse të tragjedisë që ndodhi në Koçani dhe në deklaratën e tij zoti Taravari, që për mua domethënë u lexua si një paralajmërim, ishte se tha nuk është momenti, nuk është koha për të fituar partitë politike, por është koha që të fitojë populli. Unë mendoj se ky ishte sinjali i parë që zoti Taravari e dha për një lloj pakënaqësie e cila lidheshte me një lloj sondazhi të cilin më vonë artikuloi në konferencat e shtypit, se i rezultonte se nuk ka mbështetjen jo e dur, por shumica e shqiptarëve në sondazhet të cilat ai kishte realizuar thoshin se nuk ka pozicionin që duhet vleni apo shqiptarët në këtë qeveri aktuale të udhëhequr nga Mickoski. Këto lloj sondazhesh të cilat i paraqiti edhe me shqetësim, por edhe me një realitet, zoti Taravari lat kuptohet që do të jenë hapat e më të qeshëm ndoshta të një ripozicionimi të atij. Dhe unë mendoj se ai ka luajtur në dy plane kësaj radhe, që mos akuzohet se është personi i cili prishi këtë lloj koalicioni ashtu siç veproi një vit sa përpara në raport me Ziadin Selën, ku pa mbledhur forumet e partisë nëpërmes Facebookut, paralajmëroi pozicionimin e atij në atë kohë me Vlenin apo me partitë opozitare. Kësaj radhe luajti një lloj strategjie tjetër që la për ta përjashtuar të tjerët dhe jo për t'u larguar ai. Për faktin se vendosi disa kushte të cilat në logjikën e përgjithshme do të thosha të llogarive të cilat i bën politika në interes të tyre, ndoshta edhe kishte të drejtë për faktin se ishte Arben Taravari ai i cili krijoi një lloj shumice, do të thosha që krijoi një lloj ekuilibrin mes forcave politike në Maqedoni në atë kohë tek shqiptarët, karshi frontit evropian. Dhe lëvizja e tij padyshim është shqetësuese tani për pjesën tjetër të partive të cilat kanë ngel tek Vleni, sepse ndarja e pushtetit 25% në 4 pjesë nuk i konvenonte Arben Taravarit dhe ai jo rastisht nxorri si pretekst që në listat zgjedhore për këshilltar në komuna, në zgjedhjet lokale, në për komuna të jenë domethënë të ndara. Aty ku realisht edhe do të ishte një peshore, një matje reale e mbështetjes të shqiptarëve karshi këtyre subjekteve të cilat janë pjesë e Vlenit. Këtë propozim nuk e morën parasysh 4 partitë tjera politike dhe pastaj deklaratat në vimësi që mos fajsoj veten. Zoti Taravari tha që gjithmonë në takimet tona kemi qenë në një lloj koordinimi 3-1, pra paraqiti një lloj hile, nëse mund ta quaj, e cila ka ekzistuar në ndarjen e pushteteve apo në pozicionimin e 3 partive tjera të cilat janë në Vlen karshi zotit Taravari, i cili sipas tij nuk ka qenë njoftuar apo ka qenë i kundërshtuar në politikat e atij nga kjo treshe. Ishin domethënë hapat e parë të dhënies së sinjalit, duke ardhur deri tek kuvendi dhe kryesia që kishte takimin e gjerë në ditët më përparshme, ku u vendos që Aleanca për Shqiptarët e pjesës së zotit Taravarit të dalë me lista të veta në zgjedhjet lokale, e cila nga pala tjetër u përkthy si një lloj aleance paraprake të cilën mund ta ketë ndërtuar me BDI-n apo me zotin Ali Ahmeti. Këto janë zhvillimet e fundit të cilat realisht tani më ndikojnë në rrjedhën e përgjithshme të zhvillimeve se si do të jetë pozicionimi i ri politik, jo vetëm në mes bllokut shqiptar, por edhe nga pala tjetër maqedonase, për faktin se në qoftë se kemi largimin edhe nga qeveria të zotit Taravari që folet për një lloj rikonstruksioni apo për zgjedhje të parakoshme, atëherë ngelet në minorancë Vleni aktualisht me 4 parti të cilat kanë vetëm 9 deputet, ndërkohë që nga krahu tjetër mund të kemi 25 plas, domethënë për pozicionimin e shqiptarëve. Dhe në këtë rast mendoj që mund të kemi zhvillime të reja. Kështu që mendohet se do të ketë një parafrim, nuk e di me kujt niveli do të jetë, por faktet flasin se një afrim do të ekzistojë në mes të zotit Taravarit dhe Frontit për Europë. Këtu
ngelet për të parë se si do ta luajë atë lojën e ndërtimit të ekuilibrave në mes zotit Taravarit dhe zotit Zjadin Sela, lideri i Frontit për Europë, që është Ali Ahmeti. Pra zhvillimet janë dinamike, kemi si thua ripozicionim të spektrit politik, në çdo ditë kemi nga një ndryshim i cili flet se zgjedhjet lokale mund të na gjejnë ndoshta edhe me zgjedhje të përgjithshme. Të zakonshme apo të parakoshme. Zoti Adili, ne kemi qenë të dy dëshmitar të ecejakeve politike të zotit Taravari dhe koalicionit Vlen që erdhi në këto zgjedhje me premtime shumë më të mëdha për sa duhet bërë për shqiptarët dhe akuza shumë më të rënda për sa nuk u bën në kaq vitje keqeverisje të BDI-së së Ali Ahmetit. Lëvizjet e Taravarit, mendoni ju se ishin parapar nga ana e kryeministrit Mickoski, që shpeshtoi edhe takimet e tij me opozitarin Felipçe, apo ishin pikërisht këto takime që shtuan më shumë pikpyetje tek zoti Taravari për të ndërmarrë deri edhe këtë, le ta quajmë, vrasje qeverisëse të tij? Atëherë ajo çfarë ju potenconi me shumë të drejtë është se fatkeqësisht në spektrin politik të përgjithshëm në Ballkan dhe veçanërisht tek shqiptarët përdoret një gjuhë shumë e rëndë, e cila më pastaj i bën të pamundura ose i vështirëson shumë ndërtimet e aleancave të reja, situatë të cilën e kemi në Kosovë dhe kudo dhe këtu. Pra, deklaratat, si që thoni ju, kanë qenë vërtet të rënda për akuzat të cilat janë dhënë karshi Frontit Evropian dhe veçanërisht ndaj BDI-së, e cila ka qëndruar për 2 dekada në pushtet.